Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar në Elbasan organizoi Marshimin e Paqes, i cili këtë vit erdhi me moton Mjedisi dhe ruajtja e planetit. Për një qytet i cili shpesh ka pasur problematika me ndotjen e mjedisit, tema ishte mjaft aktuale. Këtij eventi, i cili nisi në stadiumin Elbasan Arena dhe përfundoi në qendër të qytetit, ju bashkuan përfaqësues nga të gjitha besimet fetare, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, përfaqësues të pushtetit vendor, deputet, shoqëria civile, qytetarë dhe nxënës shkollash. Në mesazhet e tyre, përfaqësuesit e besimeve fetare theksuan se paqja e vërtet nuk ndërtohet vetëm me fjalë, por me kujdes konkret për jetën, mjedisin dhe shëndetin e brezave që vinë vetëm përmes bashkëpunimit të përbashkët të komunitetit, institucioneve dhe qytetarëve. Mjedisi shndrohet në trashëgimi dhe jo në barr, duke garantuar një të ardhme më të pastër, më të drejtë dhe më të qetë për fëmijët tanë. Vërtet mjedisi është ajri që thithim çdo ditë, uji që pinë fëmijët tanë, dhe toka ku ata rriten. Është pjesë e jetës sonë së përditshme dhe e përgjithësisë sonë të përbashkët. Që ruajtja e planetit nuk është vetëm detyrë mjedisore, por obligim fetar dhe moral. Islami na mëson se çdo veprim ndaj natyrës është përgjegjësi për të cilën do të japim llogari. E vogël është shtëpia e jonë. Në këtë gjithësi, në këtë mrekulli që për neve është mrekullia e Zotit, nuk ka vend më të bukur se sa kjo pika. Dhe ne jemi të bekuar që e kemi, por përgjegjësia është shumë e madhe. Edhe kur Zoti vendosi Adamin dhe Evën në kopshtin e Edenit, ose si parajs, nuk i tha vetëm hani, rrini, kënaquni, por i vuri si kujdestar të kopshtit të Edenit. Mendimi bekashian mbetet një forcë e jashtëzakonshme, mirëqenieje dhe prosperitet, në bazë të cilave është devocioni ynë i përjetshëm ndaj Krijuesit. Ta duam dhe ta mbrojmë këtë tokë me dashurinë për Zotin dhe për njerëzimin. Duke vlerësuar bashkëpunimin ndërfetar në Shqipëri, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Zoti Andi Salla, u shpreh se toka nuk është pronë askujt, por trashëgimi e brezave që pasojnë. Duaj që ne të kemi të gjithë atë bashkëpunim të mirë, jo vetëm në sigurimin e gjithë produkteve si bujqësi që ne kemi për bujqësinë dhe qytetarët shqiptar, por edhe për vazhdimsinë, për ruajtjen dhe harmonizimin e të gjithë brezave në vazhdim. Aktiviteti Marshimi i Paqes në Elbasan tashmë shndruar në traditë, ai mbahet çdo fillim viti dhe në çdo edicion vjen me një moto të ndryshme, me qëllim sensibilizimin e shoqërisë, por edhe të institucioneve mbi tema të ndryshme me impakt kombëtar dhe ndërkombëtar.